Futbollisti më i madh i të gjitha kohërave dhe lojtari që shihet si trashëgimtari i kurorës së tij në krahun e djathtë të Barcelonës, do të përballen për herë të parë kur Argentina të luajë ndaj Spanjës në finalen e Kupës së Botës të dielën. Duke marrë parasysh se Lionel Messi është 39 vjeç, ndërsa Lamine Yamal vetëm 19, është një dëshmi e këmbguljes së jashtëzakonshme të parit dhe talentit të hershëm të dytit, që një ndeshje ku marrin pjesë mund të zhvillohet aq më tepër në sfidën më të madhe të futbollit. Por kjo nuk është hera e parë që të dy i kanë kryqëzuar rrugët. Kjo ndodhi në vitin 2007 kur Messi, atëherë 20 vjeç, sapo ishte bërë titullari i rregullt te Barcelona, ndërsa Lamine Yamal ishte vetëm 5 muajsh. Takimi është dokumentuar në një seri fotografish të realizuara nga fotografi Joan Monfort. Ato u rikthye në vëmendje 2 vite më parë kur Lamine Yamal ndihmoi Spanjën të fitonte Euro 2024, ndërsa babai i tij publikoi njërën prej fotografive në internet me mbishkrimin "Fillimi i dy legjendave". Në fotografi një Messi i buzëqeshur mban në krah dhe lan një foshnjë të vogël, e cila në mënyrë të pabesueshme do të ndiqte më vonë gjurmët e tij në futboll. Është një mrekulli e fatit, ka thënë Monfort për BBC Sport. Është një rastësi e jashtëzakonshme kur gjen diçka shumë speciale, shumë më të madhe nga se ke menduar ndonjëherë. Nëse do ta shkruaje këtë në një film, nuk do të dukej e mundur. Messi nuk e dinte çfarë të bënte me një foshnjë. Fotografimi u zhvillua në dhomën e zhveshjes së mysafirëve në stadiumin Camp Nou të Barcelonës. Familja e Lamine Yamal kishte fituar një konkurs për të qenë aty. Prindrit e tij, Munir Nasraoui, me origjinë nga Maroku, dhe Sheila Ebana nga Guinea Ekuatoriale, ishin njohur pasi kishin emigruar në Kataloni kur ishin fëmijë, së bashku me familjet e tyre. Lamine Yamal është fëmia i tyre i parë dhe pak pas lindjes së tij, ata morën pjesë në një short të organizuar nga gazeta katalana Se Sport, në bashkëpunim me sponsorin e fanellave të Barcelonës dhe organizatën ndërkombëtare të fëmijëve UNICEF. Fituesit e përzgjedhur rastësisht do të realizonin fotografi profesionale të foshnjave të tyre me një lojtar të ekipit të parë të Barcelonës. Lamine Yamal ishte njëri prej fituesve dhe kur familja mbërriti ditë, ai u përzgjedhë rastësisht të fotografohej me Messin. Nuk e kisha idenë se ishte Lamine në fotografi, derisa një nga miqtë e mi më telefonoi në vitin 2024 dhe më tha se babai i tij e kishte publikuar fotografi në Instagram, shpjegon Monfort. Messi është një person shumë i mbyllur në vetvete, shumë i turpshëm dhe i rezervuar. Ai hyri në dhomën e zhveshjes dhe papritur duhej të bënte fotografi me një foshnjë të vogël, jo me një fëmijë, por me një bebe të vërtetë, dhe fytyra e tij ndryshoi sikur nuk e dinte çfarë të bënte. Është e vështirë për një djalë të ri, por Lamine ishte një foshnjë shumë i lumtur dhe i buzëqeshur. Nëna e tij Sheila na ndihmoi. Ajo ishte një vajzë e re dhe ata ishin një familje shumë e varfër, por ishin shumë të mirë për të punuar me ta. Messi ka qenë gjithmonë profesionist në këto situata dhe u përshtat shumë shpejt. Nuk do të jem kur në gjendje t'u shpërblej prindërve të mi. Në moshën 19 vjeçare, Messi kishte shënuar 11 gola në karrierë dhe kishte fituar nga njëherë La Ligën dhe Ligën e Kampionëve, ndërsa Lamine Yamal, i cili mbushi 19 vjeç të hënën, tashmë ka shënuar plot 56 gola dhe ka fituar 3 herë La Ligën, një herë Kupën e Mbretit, si dhe Euro 2024. Yamal në fakt nuk është mbiemri i lojtarit, por emri i dytë nga 2 emrat e tij të parë.
Emri i plot i tij është Lamine Yamal Naraoui Ebana dhe ai përdor dy emrat e parë në pjesën e pasme të fanellës, si te Barcelona ashtu edhe te Spanja, si një homazh për dy persona që ndihmuan familjen e tij rreth kohës së lindjes së tij. Në mediat spanjolle është raportuar gjerësisht se babai i Lamine Yamal premtoi t'ia vendoste emrin sipas dy miqve që e ndihmuan familjen financiarisht, duke u siguruar që ata të mund të paguanin faturat në një periudhë kur parat ishin të pakta. Lamin është një emër i zakonshëm mashkullor arab, i cili mund të përkthehet si i ndershëm ose i besueshëm, ndërsa Yamal është një variant i emrit Yamal, që nënkupton elegancë ose bukuri. Ai u rrit në Rocafonda, një lagje e klasës punëtore në Mataro, rreth 20 kilometra në veri të Barcelonës. Zona u ndërtua në vitet 1960 për të strehuar emigrantë nga rajone të tjera të Spanjës, ndërsa kur ata nisën të zhvendoseshin në zona më të pasura, në vitet 1990, aty erdhën emigrantë nga vende të tjera. Lamine Yamal ka festuar disa nga golat e tij duke bërë shenjen 304 me gishta, duke i u referuar kodit postar të Rocafondës. Ajo që ka bërë nëna ime, ajo që ka bërë babai im, unë nuk do të mund ta bëja për askënd që nuk është fëmia im, ka thënë Yamal për El País gjatë turneut. Nëse nuk ke para, është shumë e vështirë ta ndihmosh fëmijën tënd të luajë futboll, dhe prindrit e mi arritën ta bëjnë të mundur gjithë këtë. Është diçka që nuk do të jem kur në gjendje t'ua shpërblej. Zemra ime po ndahet në dy pjesë. Përmon fort një katalanas dhe tifozi Barcelonës, një përballje mes dy lojtarëve në fush, është fundi perfekt i një historie që nisi pothuajse 2 dekada më parë. Mendoj se po e mbyllim ciklin e historisë së tyre, thot Monfort, tashmë 58 vjeçar. Është një fund i lumtur, jam tifoz i Barcelonës dhe mendoj se për Mesin do të ishte perfekte nëse ai mund ta përfundoj karrierën duke fituar për herë të dytë Kupën e Botës. Mendoj se ai e meriton, ndërsa për Lamin, ai ka shumë kohë për të fituar trofe si Kupa e Botës. Por Spanja dhe Lamin po vinë në një moment të mirë dhe nëse ai e fiton tani, do të vlejë më shumë se titujt e tjerë të tij. Është shumë e vështirë për mua, zemra ime po ndahet në 2 pjesë.